Do t'i softa, ka pasur një kërcënim ndaj presidentes të Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka bërë me dije që në emailin e saj ka ardhur një email në formë kërcënimi. A duhet marrë seriozisht së pari ky kërcënim dhe së dyti, cilët janë masat e sigurisë që duhen konsideruar në momentin që ndaj një kreu shteti vjen një, po themi, mesazh kërcënimi? Nuk po flasim për qytetar zakonshëm dhe ajo do të marrë seriozisht, por ne po flasim për institucionin më të lartë të një vendi, Presidenti i Republikës. Mesazhi ndaj saj në postën e saj elektronike nuk është një sulm apo një presion ndaj individit Vjosa Osmani, por është një sulm ndaj institucionit Presidentit të Republikës. Dhe si tillë duhet vlerësohet shumë, duke kërkuar rreth parë një hetim që do të kërkojë sipas këndvështrimit tim dhe analizës time IP-ja, serveret që janë përdorur, gjua e shkujdesur apo jo, dhe nëse këto element dalin përtej kufive të Kosovës, do të kërkojë futjen lojë dhe të Interpolit dhe strukturave tjera. Sepse mund të jenë faktorë brendshëm, politik, konkurenca, mund të jenë probleme të pasqyrimit të grupeve dhe të konkurencave politike, por mund të jenë dhe persona, grupe kriminale, mund të jenë militantë, mund të jetë ndoshta edhe diçka banale, njerëz të smur nga pikpamje mendore, të cilët mund të përdorin këto mesazhe të natyre. Por sidoqoftë retorika politike që i nxit ata, dhe kjo duhet vlerësohet në dy plane, duke parë jo thjesht vetëm institucionin, por rolin e saj, shumë aktiv pro Bashkimit Evropian dhe pro marrëdhënieve me NATO-n, dekretat e saj dhe përplasjet me Vučić në samitin e Tiranës, por jo vetëm, zëri i saj i fortë, një zë shumë dominues, që ka kërkuar me shumë kurajo në të gjitha institucionet përfshirë dhe samitin e Tiranës, ku ka kërkuar heqjen e sanksioneve dhe masave ndaj Kosovës, dhe duke thënë që ata të cilët vizitojnë Moskën dhe takojnë Putin, nuk ka masa represive ose masa të tilla siç ka ndaj Kosovës. Është një moment që mendoj nuk duhet të neglizhohet, por jo vetëm aq, por duhet të ketë, meqense mund të jetë e përsëritur dhe ka dhëna që është e përsëritur, duhet të ketë transparencë. Transparencë ndaj publikut dhe ndaj mediave lidhur me këto mesazhe. Gjuha e përdorur është në gjuhën shqipe dhe mund të jenë faktor brenda apo jashtë Kosovës, kjo ka shumë rëndësi. Gjuha nuk është e thënë se çfarë ajo ka, por qëllimi që ajo ka. Dhe është luftë edhe ndaj një kuraje të një gruaje në politikë, kur roli i gruas dhe roli i saj dominant në këtë lloj politike është shumë domethënës. Sa delikat është ky kërcënim ku vjen momentin që Kosova prej disa javësh nuk po ja del tot që të krijojë, të konstituojë kuvendin e Kosovës, pra të zgjedhë kryetarin e kuvendit, e më vonë të zgjedhë edhe kryeministri. Në këtë momente që nuk ka një politik të një kontakti të drejt për drejt me kryeministrin e Kosovës, ish kryeministrin ose kandidatin e forcës politike, zotin Kurti. Dhe këtë rol dhe këtë lloj komunikimi po e bën presidentja e Republikës Kosovës, Vjosa Osmani, dhe madje duhet kujtojmë atë moment kur ajo takon dhe shefin e NATO-s dhe ai bën një kompliment duke thënë është presidentja ime e preferuar. Janë mesazhe jo komplementuese ndaj një femre, po janë ndaj rolit të saj aktiv, por dhe vendit që ajo ka, ose ata pranojnë dhe e kërkojnë në mënyrë diplomatike që një rol i tillë dhe një rol të tillë ne kërkojmë që të kemi për të dialoguar me leadershimin politik të Kosovës. Sigurisht kjo lloj amullie, vonesë në krijimin e institucioneve të Kosovës është jo pozitive. Jemi në kohën kur kërkohen më shumë njohje ndaj shtetit të Kosovës, kur kërkohet një rol shumë të rëndësishëm i qeverisë së vendit, kur kërkohet më tepër se kur një stabilitet politik, kur sigurisht që stabiliteti i Kosovës është shumë dominant në një moment që ka një turbulencë politike në Serbi, kur Serbia është përfshirë nga trazirat e saj, kur lufta e Ukrainës ka marrë një vëmendje ndërkombëtare dhe një përqendrim ndaj shurjes së saj, por dhe shpërndarja e vëmendjes për të krijuar konflikte të mundshme në Kosovë, në Bosnjë-Hercegovinë dhe vetë Serbia mund të jenë shmangi nga vëmendja e pamundësisë zgjidhjes krizës. Në këtë moment Kosova është e dobët
për shkak të mungesës së krijimit të institucionit të saj. Zoti Softa, një 29 vjeçar është vrarë mbrëmjen e djeshme në Durrës. A kemi informacion se për motivet që mund të kenë ndodhur ngjarja? Kur të flasim për motivet, patjetër duhet të shkojmë tek kronologjia e personit. Nëse do të kërkojmë emrin e tij, patjetër ky emër na thot diçka që është i përfshirë në aktivitetet paligjshme, kryesisht me trafikimin e lëndëve narkotike, dhe kjo është një ngjarje që na kthen në kohë, në disa vite më parë, në 2015, kur është bërë dhe një arrestim i tij për një trafikim të lëndëve narkotike, kryesisht në një operacion që është bërë në veri të vendit, në Kukës, ku bashkë me disa njerëz të ardhur nga Kosova është arrestuar. Në kuadrin e operacionit Jupa 1, mos gaboj, kur është person thash me këto precedent. Ngjarja ose atentati sigurisht që ishte i organizuar. Fakti që janë përfshirë mjetët dhe njerëz tregon që qëllimi ndaj tij nuk është një çështje ordinare, nuk është një çështje që mund të lidhet për ndonjë konflikt të mundshëm, por mendoj se do të jenë probleme të prekjes interesa apo të përfshirëve dhe konkurrencës midis grupeve. Atentatorët kanë përdorur një automjet ku nga dhënat e para nuk janë gjetur gjoja në vendin e ngjarjes. Mjeti ka qenë lëvizje në momentin që ka realizuar atentatin, dhe mënyra për faktin që nuk ka gjoja, ka dy, ose kanë qelluar nga brendia e makinës ku kanë qenë shumë të kujdesshëm që gjojat mos binë në vendin e ngjarjes, ose mund të jenë përdorur mjete që nuk po mundohem t'i bëj koment, ku ata nuk lejojnë daljen e gjojave, largimin e gjojave më shumë se sa për rreth armës për cilën kanë përdorur në atentat. Makina është larguar, është djegur në afërsi të Vorës, flitet zona e Gërdesit, tregon që është një atentat i mirë organizuar dhe atentatorët janë profesionistë. Profesionistë në mënyrën se si e kanë organizuar, profesionistë në mënyrën se si e kanë ekzekutuar, dhe profesionistë për sa i përket mënyrës se si ata e munduar të mos lejnë gjurmë, të paktën deri në këtë moment në vendin e ngjarjes. Ky atentat është klasik i formave të përdorura edhe më parë, pra goditja në një mjeti që mendoj mund të jetë një mjeti grabitur, ose target ose automjeti, largimi nga vendi i ngjarjes, djegje për të zhdukur gjurmët e krimit, ndoshta dhe armët, presim ekzaminimin apo kthyrën e vendit të ngjarjes dhe grupin hetimor i cili t'i japi detaje rreth kësaj ngjarje. Personi është me precedent që daton që nga 2015, në kuadrin e një arrestimi të një operacioni bërë nga policia lokale e Kukësit për disa persona të cilët trafikonin lëndë narkotike kryesisht me Kosovën, ku brenda tyre ishte edhe personi që sot është i ekzekutuar. A përbën ky organizim të grupeve kriminale, apo është person i shkëputur? Mendoj se është person i cili ka jo thjesht precedent, se sa është i përfshirë në këtë lloj trafikimi të lëndë narkotike, dhe ndoshta ai moment i ekzekutimit ka qenë një moment pagujdesie, apo ai ka vajtur në një moment që do të kryente në një detyrë apo në një mision të tij. Ora ka qenë e vonë, ka qenë i vetëm, ka qenë i pa mbrojtur, i shkujdesur. Me sa duket, ky moment është pikasur, është ruajtur dhe është përdorur nga atentatorët të cilët e kanë bërë ekzekutimin e tij. Zoti Softa, është kjo ngjarje rifillim i përplasjeve të bandave të Durrësit? Sigurisht që Durrësi, Elbasani, Vlora, Fieri, Shkodra janë zona me probleme dhe her pas edhe gjallërohen grupet kriminale apo atentatet, të cilët në këtë vit nuk kanë munguar që nga janari e deri më sot. Atentatet kanë ndodhur pikërisht në periudha të cilët janë të njohura, fillimi i vitit ka pasur densitet, dhe periudha e majit, qershorit dhe korrikut që rritet numri i atentateve, dhe pastaj është fundi i vitit. Pra ka disa momente gjatë vitit kur ndodhin atentate, ose kur grupet kriminale përplasen apo kanë përplasje, duke filluar që nga atentatet. Fakti që ka atentate dhe fakti që organizohen atentate tregon për prezencë të personave të stërvitur në përdorimin e armëve, të stërvitur në mënyrën se si ata i përdorin mjetet dhe mënyrën se si ata përdorin logjistikën e tyre. Dhe kjo tregon që nuk e kemi fituar këtë betejë, dhe jo vetëm,
por nuk kemi në gjendje të parandalojmë atentate sa atyre të cilët po na ndodhin shpeshherë në zonat banuara, aty ku mendojmë që kontrolli i territorit duhet të jetë më eficient. Më eficient në mënyrën se si duhet ta kontrollojmë territorin, në mënyrën e vendosjes së patrullave të policisë, shërbimeve këmbësore, por edhe sistemit të kamerave. Këto kamera të cilat shfaqen janë kamera amatore apo kamera të marra nga bizneset private, nuk kemi ende pamje filmike, të paktën deri në momente ku kamerat e instaluara në qytet nga bashkia apo struktura të tjera të jenë në gjendje të evidentojnë të paktën rrugkalimin, lëvizjen, momentin e largimit dhe deri në momentin që është bërë dhe në vendin e ndodhjes së atentatit. Nëse kemi pasur makina të tjera, të cilët kanë qenë shoqëruese apo do kanë qenë të parë përgatitur dhe kanë pritur aty ku ata e kanë planifikuar vendin e djegjes së mjetit. Pse pikërisht ajo zonë që tregonte një herë që rrethi i personave që e kanë organizuar dhe e kanë mbyllur këtë operacion fshihet nga fushkruja dhe zona e Durrësit. Ky është vendi i zonës së organizimit tyre që tregon që këto organizime dhe këto grupe kriminale vazhdojnë të jenë të forta. Një ngjarje, po themi, që mund të kishte përfunduar në ngjarje tragjike ishte një moment ku një polic u fut në mes për të ndarë disa qytetarë ku po ziheshin njëri me tjetrin dhe momente sipër njëri nga qytetarët ka marrë armën e policit duke shkaktuar panik. A mund të na thoni pak veprimet, pra si duhet të reagojë një polic kur ka ngjarje të tilla? E para është një kurajo e punësit policisë që ka qenë aktiv në momentin e krijimit të një konflikti për të ndërhyrë, për zgjidhjen apo për të mos agravuar pjesën e konfliktit. Por edhe një pakujdesi, sepse në raste të tilla kur ka konflikte, një punës me uniformë nuk mund të ndërhyjë dot në mënyrë të menjëhershme duke kërkuar në radhë parandim nga forcat e policisë, duke kërkuar një makinë, shtesë, forca të afërta që mund të vinë për të ndihmuar, sepse rasti i vetmuar i ndërhyrjes solli këto pasoja, marrja e armës dhe mundësia e përdorimit dhe kthimit në një tragjedi. Dhe nuk mund të jetë një punës me uniformë të përleshet në atë formë, të rrëzohet në rrugë në sy të qytetarëve, ku her pas here mund ta ul atë e para rrezikon jetën e punës së policisë, dhe e dyta e ul personalitetin se jasi e degradohet dhe jasi përfundoi në një lloj mënyre që nuk është e dëshirueshme të mendosh që ishte në rrezik e sipër përdorimi i armës nga qytetarët. Kjo është një kampan alarmi për gjithë ata punonjës të cilët duhet të kërkojnë edhe një herë rastet e ndërhyrjeve, veprimet e tyre, mbajtja e armës, kujdesin ndaj saj dhe mënyra e bashkëveprimit në rastet e një situate ku duhet kërkohet ndihmë dhe mënyra se ku duhet vendosen dhe të sinkronizohen strukturat policore që të mos veproshë vetëm, sepse në atë moment që ai u përfshi në një konflikt, mund të ishte edhe një lojë apo një skem e organizuar për të rrequr vëmendjen nga diçka tjetër. Prandaj nuk e dim, pavarësisht se ai ishte një konflikt dhe policia ndërhyr, por raste të tilla mund të shërbejnë kur ka për të bërë një aktivitet caktuar kriminal, mund të krijojnë konflikte që të rriqet nga vëmendja e punojësit nga detyra që ka për të realizuar skema të tjera. Prandaj duhet të jenë shumë të instruktuar, dhe duhet të jenë shumë të vëmendshëm dhe duhet të jenë patjetër të mbështetur dhe kurrë mos veprojnë vetëm. Zoti Softa, a duhet që polici i cili del në publik, pra që shfaqet, të mbaj armë dhe a duhet vetëm të mbaj vetëm armë apo duhet të mbaj dhe shok elektrik, si që shohim që policiat europiane të huaja kanë edhe mjete të tjera për të parandaluar, po themi, një konflikt. Është më e lehtë që ti të përdorësh një shok elektrik ose një spraj se sa ti të nxjerrësh armën dhe ta drejtosh. Arma është mjeti i fundit i përdorjes. Kryesisht arma e brezit të një punonjësi policie është armë mbrojtje personale, shërben për mbrojtjen e tij, por përdorimi i saj në raste ekstreme. Aty ku ligji thotë lejohet, por në ato pika thotë që ndalohet. Pra ndalohet në ambiente publike, arma bëhet e rrezikshme, mund të bëhet mjet që mund të përdoret nga persona të tjerë dhe i kthehet kundra punonjësit të policisë, dhe patjetër që mendoj, po më shumë analizoj që duhet të ketë pajisje të tjera. Shkopi i gomës, bombula ose shkopi vetë neuroparalizues, sot bota përdor brenda shkopit bombula me një buton ku shkopi jep mundësinë e hedhjes së të adresuar, të përqendruar të një gazi
neuroparalizues me efekt përkohshëm në distanca deri në 5 metra, se sa është thjesht bombula. Pra mund të jetë mjet mbrojtës, mjet goditës në një moment caktuar kur fuqitë e tij fizike janë të kufizuar në raport me ato që ka përballë, por njëkohësisht i shoqëruar dhe me mjete neuroparalizuese ose pajisje tjera elektrike të cilët kryejnë një neuroparalizë të momentit për të ulur fuqitë agresive të kundërshtarit apo të kundërshtarëve që ka përballë. Pastaj vim tek arma. Po dhe arma kërkon mbajtjen e saj dhe mënyrën se si ajo mund të shirohet. Pra mënyra se si shirohet arma do të jetë vetëm në një krah, nga krahu i punojësit, dhe jo nga krahu kujdo që mund ta marrë, sepse mund të vraposh, mund të përleshësh, mund të bësh arma mund bjeri, jo vetëm mund ta marrin, por edhe mund bjeri dhe kthehet përsëri në një mjet rrezikshëm ndaj qytetarëve, po dhe vetë punojësit të policisë.